Procesi gjyqësor për vdekjen e Diego Armando Maradonas mori një kthes të rëndësishme me arrestimin e Julio Choria, ish truprojës së legjendës argjentinase të futbollit gjatë seancës gjyqësore. Gjyqtarët i konsideruan të rëndësishme referencat e prokurorisë për akuzën e dëshmisë rreme, pasi Choria u ndërprer disa herë gjatë seancës për shkak të kundërthënieve dhe mungesës së fakteve në deklaratën e tij. I shoqëruar nga policia me pranga në duar jashtë sallës së gjyqit, ai tani rrezikon deri në 10 vite burg. Choria foli si dëshmitar në gjyq që filloi më 11 mars dhe pritet të zgjasë deri në verë. Prokurori Ferrari pretendoi se ai gënjeu kur tha se nuk kishte folur me Lepole Lukue, mjekun personal të Maradonës para vdekjes së futbollistit, dhe se nuk ishte mik me neurokirurgun. Si provë, prokurori paraqiti një sër mesazhesh në WhatsApp midis Chorias dhe Lukue, ku përfshiheshin ftesa për një barbekue dhe biseda mbi shëndetin e Maradonës. Ferrari gjithashtu tha se Choria dha dëshmi të rreme, duke mos përmendur fillimisht se psikiatria Agustina Kasechov, një tjetër akuzuar, kishte kryer CPR për të ringjallur Maradonën. Në dëshminë e tij në gjykat, ai më vonë poi se psikiatria vërtet kishte tentuar ta shpëtonte. Arrestimi i tij shton kompleksitetin e një procesi tashmë të ndërlikuar, ku 7 profesionistë të shëndetit akuzohen për vrasje me dashje të mundshme dhe rrezikojnë dënim me 8 deri në 25 vite burg për neglizhencë të dyshuar.